Për të rikuperuar sadopak dëmin e shkaktuar në zonat pyjore të Shqipërisë, Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion një fond prej 16 milion eurosh për procesin e ripyllëzimit, i cili ka nisur në zonën e malit të Dajtit. Projekti EU for Forest, 16 milion euro, është një angazhim i Bashkimit Evropian me Ministrinë e Mjedisit dhe partnerët italian në mënyrë që ne të zhvillojmë sektorin e pyjeve në Republikën e Shqipërisë. Gjatë gjithë periudhës së zbatimit të projektit do të angazhohemi me ngritjen e fidanishteve shtetërore kombëtare. Gjithashtu do të kemi ripyllëzime të zonave të degraduara kryesisht nga zjarret apo nga degradimi urban që është bërë, dhe normalisht është edhe ngritja e strukturave të dhura për menaxhimin e pyjeve. Ky projekt, sipas ministrit, përbën një pikë shumë të rëndësishme për përmirësimin e pyjeve në vend dhe një bonus për sa i përket grup kapitullit të 27, atë të mjedisit, një ndër më të rëndësishmit në procesin e integrimit. Ky lloj financimi prej gati 22 milion eurosh në fushën e biodiversitetit të Shqipërisë sigurisht është angazhimi më i madh që është marrë ndonjëherë nga partnerët ndërkombëtar së bashku me Ministrinë e Mjedisit në mënyrë që ne të realizojmë të gjitha angazhimet tona për integrimin evropian, por dhe për mbrojtjen dhe përmirësimin e biodiversitetit brenda vitit 2027. Ministri theksoi se projekti do të shtrihet në 10 zona prioritare, duke nisur nga masivet pyjore në jug të vendit e deri në Alpet e Shqipërisë.